Ilir Meta, presidenti i PL-s, ka reaguar përmes rrjeteve sociale një javë pas zgjedhjeve të 11 majit, ku ai nuk arriti të marrë mandatin e deputetit në Kuvendin e Shqipërisë, ndërsa kandidonte në listën e hapur të koalicionit PD-ASHM në qarkun e Tiranës, ndërsa në media janë dhënë disa variante se si Meta mund të përfitonte mandatin, duke dhënë dorëheqjen kandidatët e listës së mbyllur. Ish-presidenti thekson se nuk ka ndërmend të bëhet deputet përmes makinacioneve. Dua t'i siguroj të gjithë se Ilir Meta, që nga viti 2008, që kur u bën ndryshimet e mbrapshta kushtetuese, ka luftuar për përfaqësim vetëm nëpërmjet vullnetit të lirë dhe të hapur të qytetarëve në mënyrë të vazhdueshme dhe parimore, sepse kjo është çështje bindjes dhe karakterit tim, e si pasojë nuk mund të pranoj asnjë marifet apo zgjidhje pragmatiste që shkon në kundërshtim me kauzat madhore për të cilat unë kam luftuar dhe do luftoj gjithmonë, shkruan Meta. Postimi nga Ilir Meta. Së pari falenderoi rreth 8000 zgjedhës që votuan për Ilir Metaj, të cilët i rezistuan presioneve të jashtëzakonshme të narkoshtetit dhe nuk e shitën as lirin, as shpirtin dhe as karakterin e tyre përballë një makinerie kriminale shtetërore që cënoi rënd standardet e zgjedhjeve, demokracinë dhe shtetin e së drejtës në themel të tij. Për mua ata nuk janë votues por heronj dhe do të gëzojnë për jetë të gjithë mirënjohjen time të pakufishme. Disa zëra dashamirës, por edhe të tjerë djallëzor, sugjerojnë si mënyrë për marrjen e mandatit tim parlamentar, dorëheqjen e kandidatëve të Partisë së Lirisë në listën e mbyllur të qarkut Tiranë. Dua t'i siguroj të gjithë se Ilir Meta, që nga viti 2008 që kur u bën ndryshimet e mbrapshta kushtetuese, ka luftuar për përfaqësim vetëm nëpërmjet vullnetit të lirë dhe të hapur të qytetarëve në mënyrë të vazhdueshme dhe parimore, sepse kjo është çështje e bindjes dhe karakterit tim, dhe si pasojë nuk mund të pranoj asnjë marifet apo zgjidhje pragmatiste që shkon në kundërshtim me kauzat madhore për të cilat unë kam luftuar dhe do luftoj gjithmonë. Dëshiroj të falenderoj dhe vlerësoj Tedi Blushin dhe kolegët e tjerë në Partinë e Lirisë, të cilët luftuan me përkushtim në këtë fushat të pabarabartë përballë narkoshtetit dhe makinerisë së tij zgjedhore kriminale, pabesive dhe thikave pas shpine. Një falenderim të veçantë edhe për gjithë ata komisioner, numërues dhe vëzhgues, të cilët po vazhdojnë me këmbgulje dhe përgjegjësi të lartë të numërojnë dhe të mbrojnë çdo votë deri në votën e fundit.